Tre fjalët e fundit të profetit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam shqetësimin për brezin e vazhdoi deri në frymën e tij të fundit. Ai e këshilloi vajzën e tij Fatimen radiallahu anha dhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Gjatë udhëtimit të tij për tek miku i lartë madhëruar, Allahu, edhe mundësinë e fundit që kishte, e përdori për të porositur brezat. Të na e tregon Enesi radiallahu anhu, i cili thotë: në momentin e vdekjes, gjendeshim pranë Resulullahut alayhis salam, i cili na tha 3 herë: kini frikë Allahun në lidhje me namazin. Pastaj vazhdoi kështu: kini frikë Allahun për njerëzit që keni nën vete. Kini frikë Allahun për 2 të dobët, gruan e vet dhe fëmijën jetim. Kini frikë Allahun edhe në lidhje me namazin. Më pas filloi të përsëriste fjalën: namazi, namazi. Edhe kur gjuha e tij e bekuar nuk mund të fliste më. Ai vazhdoi të përsëriste këtë fjalë për brenda, derisa shpirti i tij i bekuar shkoi tek Allahu. Subhanallah. Pas pejgamberit alayhis salam, edhe sahabët fisnik e vazhduan këtë rrugë me të njëjtën kënaqësi dhe metodë, me aq sa patën fatin të marrin prej tij. Ata i edukuan fëmijët e tyre me cilësi dhe virtyte të ndritura. Për krah fëmijëve të tyre, ata morën përsipër dhe edukimin fizik dhe shpirtëror të jetimëve dhe fëmijëve të tjerë ku ishin përhapur rrezet e dritës së Islamit. Ai që kujton Allahun shpesh, zemra e tij qetësohet. Rëndësia e namazit, lutjes dhe përkujdesjes për shpirtin është gjithmonë e theksuar. Të ndihmosh të varfrit, jetimët dhe të dobtit, duke ruajtur unitetin e komunitetit. Allahun e lutim që këto këshilla dhe porosi i tij zbatojmë dhe të këshillojmë për mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Amin.